do të kapërceni ujin e madh. Duan që hapësirën e largët, me fuqi, ta përballojë ujin e madh të kapërceni. Si do të kapërcejmë ujin e madh? Po, gur me gur do të kapërcejmë. Me forcën e përmbledhur, ti përballojmë brigjet e shkatësisë. Atje larg duhet të shkojmë, atje ku në vijim gjiset jeta. Duan të gëzojnë mesin besnik dhe të përpik në fushën e milionit të tretë. Ndoshta kërkojnë edhe të tjerët, ata më të fortit dhe më të famshëm për të ardhmen e Kosovës në kohën tonë. Të gjithë aty e ndrojnë të kërkojnë origjinën tonë, i lire të gjejnë, që është fundosur ndoshta në Atlantidën e kahershme. Shekujt i nëmrojnë për një të ardhme të qëndresës që dikur të njerëzishme e patën. Nuk kemi kohë të presim për atë kohë që prisnim, para se të fundosin spondet më të bukura të atëzillit tonë, që në ndërmujat e Atlantidës binqën që ndrohen. Presim tani të na vi Zoti i ujit të madh në kalim e sipër të na ndihmojë.